Maqedonia së bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në vitin 2027 të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por pa të drejtë vote. Për këtë skenar të një lloji gjysmë antarësimi foli kryeministri Hristijan Mickoski në Kanal 5, për të cilin thotë se është pjesë e skenarit të paqes për Ukrainën dhe eurointegrimet. Postoji една идеја која што се погласно се слуша и во Брисел и наоколу и го опфаќа мировниот план за Украина. Првото сценарио е да Украина заедно со Црна Гора, Албанија и Македонија стане земја членка на Европската унија и тоа да се случува на почетокот од 2027 година. Седне на масата, се развива и македонското знаме во Брисел, но без право на глас. E gjithë kjo do të nënkuptonte përmbushjen graduale të obligimeve për mbylljen e kapitujve dhe ashtu siç mbyllen, gradualisht të integrohen, derisa sistemi të harmonizohet plotësisht me kërkesat e Bashkimit Evropian. Krahas kësaj obligative janë edhe dy kushte: politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, si dhe sundimi i ligjit. Megjithatë, edhe në këtë metodë për Maqedoninë mbetet obligim ndryshimi i kushtetutës. Kjo është theksuar edhe në raportin e Thomas White, raportuesi të progresit të Maqedonisë, i cili duhet të prezantohet në Parlamentin Evropian. Pavarësisht disa zhvillimeve pozitive, progresi në agjendën e reformave të lidhura me BE-n në fusha kyçe si sundimi i ligjit, reforma gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit mbeti i pamjaftueshëm. Ekziston edhe nevoja urgjente për vullnet politik më të madh për tejkalimin e bllokadës aktuale rreth miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Në kohë ndryshimesh të thella gjeopolitike, Evropa duhet të mbetet e bashkuar. Nga LSDM thonë se raporti Vajs është konfirmim se pushteti po e shtyn Maqedoninë drejt izolimit. Цитирам, процесот на пристапување е сопрен. И ова не е оценка на опозицијата, туку официјален став токму наведен во овој извештај. Во документот јасно се наведува дека нема напредок во владењето на правото, правосудните реформи и борбата против корупцијата и пораката од Брисел дефинитивно е јасна, проширувањето може да се забрза, но само ако има вистински реформи и владење на правото. Për idenë që vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen antare të BE-s pa të drejtë vote, po flitet për një kohë. Për këtë është diskutuar edhe në konferencën e sigurisë në Mynih, por deri më tani asgjë zyrtare nuk është vënë në tryezë.